Erkan Qerimaj, një legjende e peshngritjes shqiptare, kampion Europe, përfaqësues i vendit në lojrat olimpike dhe një nga sportistët më të përkushtuar që krenojnë Shqipërinë. Erkan Qerimaj ka ndërtuar një karrierë sportive mbi disiplinën, sakrificën dhe besnikërinë ndaj fanellës kuqezi. Ai ka treguar se sporti për të nuk është thjesht një zgjedhje për medalje, por një rrugë për të ndryshuar jetën, për të dalë nga vështirësitë. Gjatë rrugtimit të tij, ai është përballur edhe me sfida serioze shëndetësore dhe fizike, dëmtime dhe periudha rikuperimi që do të kishin dalur shumë sportistë të tjerë. Ai ka përjetuar pengesa të forta në garat ndërkombëtare, duke u përballur me rezultate jo gjithmonë të pritshme, por Erkan Qerimaj u rikthye gjithnjë me më shumë forcë, duke dëshmuar mentalitet kampioni. Edhe në momentet më të vështira sportive ka qëndruar dinjitoz në pedan, duke përfaqësuar Shqipërinë me integritet dhe profesionalizëm. Një model frymëzimi, Erkan Qerimaj jep një shembull se forca e vërtet është të mos dorëzohesh kurrë. Në fakt, Leoni ta them, e them me mburrje, e di që ndoshta një pjesë tjetër e Shqipërisë do më masakrojmë për këtë që do them, por fatmirësisht dim të themi dhe ne shkodranët krenohemi që ai qytet ka nxjerr kampion, përfaqësues të denjë në çdo sfidë të mundshme dhe një prej tyre është edhe Erkan Qerimaj, që ne sapo e pam edhe përmes insertit. Edhe të krenoheni që ç'kem ato. Edhe krenohemi dhe mburrim me këtë. Tani është ajri, është uji, këtë do na thotë Erkan Qerimaj vetë. Erkan, mirë se vjen shumë vendi. Mirë se u gjeta, është kënaqësi për mua. Gjithë ato momente janë të merituara. Karrierës. Unë mendoj që janë shumë gjana faktikisht, ajri, uji, pra trego pak. Ndjenjtë gjitha, Shkodra në gjitha fushat talente, jo vetëm në peshkëngritje, në futboll, në art, në kulturë, në çdo disiplinë të mundshme. Gjitha fushat, edhe në fushat e televizionit të gjitha. Kështu që është qyteti. E nisim nga rrugita dhe Shkodrës, që unë i njeh shumë mirë se aty jam rritur dhe vetë. Dhe me Erkandin, kur ka qenë i ri, fëmijë, i mban mend ato ecejaket nëpër zdrale, parrucë e tjerë, ura Dervishbek, e më thet tash. Si ke nisur ti, si ka lindur pasioni për gjithë ata që din vetëm sukseset, por nuk e din zanafillën e marrjes tënde. Faktikisht fillimi ne kemi pas një femëri ndryshe, tash sepse kemi ne gjithë ditën duke luajtur lagje me aktivitete, sa një vetëm kur na thirrshin darkë me hinë shtëpi ose drejt. Po, edhe kemi qenë shumë gjithë ditën në aktivitet fizik. Dhe kjo ka qenë edhe një arsye që prindërit kanë vendosur që të zgjasha një sport edhe për të largu nga pjesa e rrugës dhe pjesa e problematikave sociale dhe për të fokusuar tek pjesa e sportit, pasi siç di sporti nuk është vetëm për pjesën e shëndetit, por të ndërton karakterin, të ndërton një regjim ushqimor dhe disa objektiva, fokus, të jesh i përqendruar, mos hallafatesh dhe kështu. Kur e kam fillu sportin në Shkodër, ka qenë një periudhë e vështirë, pasi ishim pak mas vitit 1997 dhe që provuar 2-3 sporte tjerë. Viti vështirë për rinin. Po, viti vështirë dhe ishte mënyra më e mirë se si ta kalosh kohën, sepse s'kishte shumë alternativa. Shumë rëmuri. Nuk ishte edhe internet, të tjera, telefona, rrjetet sociale. Janë tjera dhe pjesa më e mirë që kaloshe mas ditën ishte në palestër, duke bërë stërvitje, duke bërë aktivitet fizik. Aty ka nis gjithçka, ka qenë një palestër e vogël tek qendra kulturore e fëmijëve. Mas mrapa bashkisë, kanë qenë palestra boksit, palestra peshkëngritjes dhe aty ka nisë rrugtimi, me qenë fillim me ambicie, fillimisht për të qenë më i miri aty me ato shokët e ekipit, dhe pastaj gradualisht duke fillu me kampionatin kombëtar dhe duke fillu në moshën 14 vjeçare ku jam shpall kampion i Europës për moshat që filluan duke bën humor në Shkodër. A thua është e vërtetë, mos i ke qenë gjithë në gjumë ato që ke fitu ti e kështu moshë, dhe pastaj ajo u bën vetë një ambicie që për të vërtetuar që nuk është një rastësi,
kjo që ka ndodhur, mu me motivoj edhe më tepër, ato që këto bisedet se gjithmonë kur ke sukses ose ke normalisht do ketë edhe diskutime, ka njerëz që edhe nuk e pëlqejnë, ka njerëz edhe që e shohin me sy skeptik dhe kjo bën një motivim edhe më tepër për të fokusuar dhe për të arritur jo vetëm një herë, po disa herë dhe kjo më karakterizon mua në gjithë rrugtimin tim, pasi unë kam qenë 2002-shin, ndryshe nga shumë sportistë të tjerë që kam filluar me paratrit, me tritur dhe kjo konsistenca e mbi 2 dekadave është e veçantë. Një kampion sot këtu. Familja nga e cila vim dhe familjen që ne bëjmë janë dy ndikues shumë të rëndësishëm të asaj që ne jemi sot. Edhe ku kemi përpara një kampion, duam të dim se sa është ndërtuar dhe nga dashuria e familjes. Është pjesa më e rëndësishme për një sportist është familja. Suporti i familjes, pasi që kur unë kam fillu sportin, prindërit e mi çfarë menduan prindërit? Nuk doshin fillim mu marrë me... sepse ishte sport i ranë dhe nuk e kishin me qef. Babi jo, po mami s'do të hiq që të mesha me sport i ranë e kështu njëra tjetra. Fillimisht, pastaj normalisht kur fillova që të kemi rezultate dhe të kemi kështu ishte pjesë e kënaqësisë, pasi kur u regjistrova në sport nuk ishte për të bën kampion, ishte thjesht për të kalu kohën dhe për të marrë me diçka për shëndetin. Prindërit kanë qenë dhe familja, dhe familja kanë qenë suport i madh për që unë të jemi vetëm i qetë, vetëm tek stërvitja mos të kem probleme tjera, pasi siç dihet një sportist, në momentin që bën stërvitje aktivitet duhet t'i ketë gjitha gati pastaj kur shkojnë në shtëpi, që t'u ushqet dhe të pushoj dhe kjo të ketë energjinë dhe frymëzimi, pasi ka të bëjnë shumë psikologjia në fushën ku unë jam sportit dhe në gjitha fushat. Psikologjia është numri 1 thëmë për të motivu vetin dhe për të ku është shef vetin që do jesh. Dhe mendoj që një pjesë shumë e rëndësishme e kësaj janë dhe prindërit, familja që më kanë motivu dhe më kanë ndajë gjithmonë gati që të përfaqësoj flamurin, pasi siç dihet në Shqipëri kushtet kanë qenë të vështira për sportistat dhe ka pas disa përmirësime, po prap ka nevojë që ne në shteti që të motivoj të rinj dhe të motivoj që të shkojnë drejt sportit, pasi sikur 100 ose 200 sportista, po them, të sporteve të ndryshme ti largosh nga rruga, i ke largu nga këto problematika sociale dhe gjitha këto problemet. Pakte ne, për shembull, në Shkodër, gjithë që ishim tek peshkrinjtja, tek boksi, tek punja, ishim largu nga problematiket, nga gjitha problematiket, sepse s'kishim kohë, sepse ishim paraditje stërvitje, masditje stërvitje dhe ishim fokusum tek pjesa stërvitjes dhe... Dhe këto janë të mira që na vinë rrjedhimisht përmes sportit. Dhe ka qenë familja që më ka dhënë këtë drejtimin e sportit. Po familja jote, familja që ti ndërtove, pasi u realizove në karrierë në një fazë saktuar dhe pe që në jetën tënde është i nevojshëm një angazhim tjetër. Ajo të ndërtuarit familjen tënde. Po, është shumë e rëndësishme në fazat e jetës kur do të njifesh me personin që dënë dhe të ndërtosh këto historit duam të di. Në fillim kur jam njohur me bashkëshorten time, kanë qenë momente shumë emocionuese, pasi duke u njohur me njëri tjetrin dhe suporti që nuk kishte rëndësi shumë, ne rëndësi kishte që të kaloshim kohë me njëri tjetrin dhe të ndiheshim mirë me njëri tjetrin, bisedat dhe këto momente që kishim kohë që kaloshim bashkë dhe mendoj që në raportin e kemi kalu shumë faza, kemi kalu fazën e lidhjes, fejesës, martesës dhe janë disa faza që kemi kalu dhe i kemi rezistu këtë në fazave, pasi siç dihet lidhjet dhe raportet dhe më kalojnë vështirësitë e tyre dhe mendoj që një raport konsolidohet kur jo vetëm kur je i suksesshëm, por edhe kur ke periudha të vështira. Dhe në një çift ose vajza ose djali, po, aty testohet vërtet lidhja dhe unë kam pas unë periudat e vështira të mia dhe bashkëshortja ime më ka ndajtur afër momentet e vështira që të rikthehem prapë dhe më fuqishëm, pasi unë mendoj që njerëzit ose kampionët shikojnë vërtet kur kalojnë sfidat të vështira, sepse nuk shikohet një sportist ose njëri kur është i suksesshëm, sepse kur je i suksesshëm dojnë gjithë. Çfarë ndodh kur ke një dëmtim? Çfarë ndodh kur ke një dëmtim, kur ke një periudhë, po është
Mos gabojmë ke qenë me dorën e dëmtuar. Po, kam pas dorën, kam pas gjurin, kam pas ta, janë fazat, dëmtimi është faza më sikletshme që kalon një sportist. Sepse nuk mund të bëj stërvitje, ngarkohesh, nga ana psikologjike. Shkoni i garë dhe nuk i barabart. Jo, nuk bën garë dhe përveç kësaj gjatë çdo ditëve ke ngarkesë psikologjike dhe normalisht deri sa të rikthehesh. Plus që kësaj unë jam mundu që të rikthehem edhe me fuqishëm në aktivitetet. Ka pas gara, pastaj që më dash me radhë nga pesha, me ndryshimin e kategorive që ka ditë për shembull që duhet të rish pa pi ujë dhe pa hangër dhe këto janë momente sakrificet, po që kur vjen ajo medalje vjen në shpërblimi dhe normalisht që ndihesh shumë mirë dhe gjitha këto marrin kuptim sepse çdo ditë që kalojmë mendojmë që të ri duhet kene objektiva ndaj vetit, ndaj ditës dhe kush do të motivohet për të arritur diku lart në çfarë do lloj fushë, them unë, jo vetëm në peshkëringje ose në atletik ose në boks. Duhet ta ndroj përpara se ku do ta shohë vetin mas 10 viteve ose mas sa viteve që ku do të arrijë, sepse nëse nuk ke asnjë lloj objektivi, pastaj unë shumë ka rezultu, domethënë, shumë ka rezultuar mirë, me të drejtën. Erkan, ditë them që ndoshta një nga fazat më të vështira mendoj të jetës tënde ka qenë viti 2014. Viti 2014 u riktheva unë, në vitin 2012 u shpalla kampion e Europës, pastaj më erdhi një akuzë për përdorim dopingu. Faktikisht ishte një momenti më i vështirë i karrierës, ai ishte momenti. Si e mban mend atë periudhë? Po unë dola u shpalla kampion Europët në Antalya dhe normalisht gëzimi i madh dhe gjitha mediat dhe gjitha vlerësimi ishte maksimal e çdo gjë. Dhe pas një muaji unë isha duke fjet gjumë dhe e kujtoj si tash atë moment, ishte momenti më i vështirë të jetës time, domethënë. Erdhi babi që nuk jeton më dhe më tha çdo ditë stërvitje, më tha që çon them unë se çon për gjumit se nuk kanë dalë to analizat dhe nuk kanë dalë mirë. Edhe ishte si tronditje sepse unë në çdo gjë kisha deklaruar aty në proces verbal, se ne kur bëjmë këto analizat kemi një proces verbal që deklarojmë ato që çdo vitamin, çdo gjë që konsumojmë dhe nuk po arrish ta kuptosha se domethënë kishte ardhur kjo substanca ndalume që edhe pastaj u nisme për Tiranë për Shkodrët dhe erdhi me tullë mora ato analizat dhe pash që ishte një nga ato suplemente që unë kisha marrë faktikisht edhe e kisha deklaruar proces verbal dhe faktikisht unë dola në konferencë për shtyp normalisht sepse u përballa me media dhe me njerëz dhe ky ishte fakti që mua më ndihmoi sepse unë kisha deklaruar, pra sepse testimi, zakonisht një testim bëhet për zbuluar sportistin nëse ka mfshet diçka. Dhe fakti që unë kisha deklaruar në proces verbal ishte një diçka që ishte pa vetdije, sepse nëse ti do kalosh në kontroll, do kalosh nuk ke si merr me vetdije dhe pastaj vazhdoi një kalvar akuzash, lajmesh. Po, vazhdoi një kalvar që unë e çova në gjykat, se planin dënim 4 vjet, pastaj folme me avokatin e ulën 2, pastaj shkuam në Zvicër në Lozan. Jam i vetmi sportist nga gjithë që e kam ndjek deri në fund këtë çështjen dhe kemi bën në gjykatë, kemi bën në Zvicër dhe më rezultoi një vit pëzullim nga aktivitetet dhe por stërvitje nuk e kam lënë asnjë ditë. Sepse unë kisha pas shumë medalje të fituar deri në atë moment dhe po kësaj herë më kthy një qëllim dhe shumë më i fuqishëm për të treguar që jo, kjo nuk është e vërtetë. Më thënë kjo që ka ndodhur një rasti, siç mund t'i ndodhin e mora, siç mund t'i ndodhin dikujt del në rrugë dhe i ndodh një aksident sepse s'ka qenë e vullnetshme. Po, nuk ka qenë, e mora me shumë sportivitet që janë gjëra që ndodhin në jetë. Patjetër. Dhe mendova që sigurove ta çosh deri në fund. Po, sigurove ta çoj deri në fund, çova deri në fund, pastaj nuk pushova asnjë ditë stërvitjen në Izrael. Ajo ka qenë gara më e bukur e jetës time, ku ishim bashkë me Daniel Godillin. Unë u rishpalla përsëri kampion e Europës. Dhe më erdhi edhe një vlerësim më i madh, edhe nga gazetarët, edhe nga mediat, sepse u duk sikur domethënë një shtet i vogël, më kupton? Sepse dihet që shteti i vogël edhe nuk ke ato përgatitje siç i kanë tjerë, sepse normalisht një sportist do të ketë doktorin të marrë përgjegjësi për çdo gjë. Qoftë një vitamin, qoftë një ushqim, qoftë çfarë do gjëra që i fut në momentin që nuk ke doktor, që nuk ke edhe institucion dhe këto dhe ishte rikthimi pastaj në Izrael që ajo ka qenë gara më e bukur e konsideroj unë, pasi u lla edhe live dhe
them drejtën, kanë qenë momente krenarie, sepse është lanë live në gjithë Shqipërinë, dhe unë ndjek shumë pasi ishte në këto stacione që jepen ndeshjet, edhe kanë pa shumë dhe... është e vërtet, po. U emocionurin e njerëz dhe kishte njerëz që mu hidheshin në qafë, në rafë, e ndjeve dashurin. Emocionin dhe... E ndjeve dashurin. Dhe kjo është çfarë bën sporti, që për një ditë të paktën i jep gëzim njerëzve. Dhe sepse shohim shumë lajme të këqija çdo ditë dhe na ngarkojnë me stres. Po kur shohim lajme të kemi jo vetëm tek peshkrinjtje, po një shqiptar në çfarëdo lloj sportit jep emocione pozitive dhe këtë forcë ka sporti. Erkand, kjo shumë të drejtë, ne gazetarët ndonjëherë bëjmë edhe gabime. Sepse çfarë bëjmë? Shikojmë të gjitha fitoret tuaja, shikojmë edhe humbjet, po ndonjëherë nuk kuptojmë që edhe ju jeni njerëz të përbërë nga mishi dhe gjaku, edhe ju keni humbje të mëdha në jetë, siç mund të jetë edhe humbja e një prindi. Besoj e vështirë ka qenë edhe humbja e babait, që të ka shoqëruar deri në ditët e fundit në palestrën e Stërvitje. Po, ka qenë momentet më të vështira, pasi humbja e prindrit normalisht për të gjithë është e vështirë. Dhe mendoj edhe kur je i lidhur, kur unë kam qenë shumë i lidhur me babain dhe çdo ditë më kanë ndjekë në stërvitje dhe më thotë që më jepte porosi që të sillesh mirë dhe me gjithë njerëzit që takojnë, pasi të marrin mend të gjithë jetën që kanë takuar një kampion Europës, kanë takuar një kampion bote dhe duhet të jesh i kujdesshëm që mos të bash me në mall, që mos bash sepse sado kur filloj që të dalësh. Unë kam dalë 18 vjeç kampion bote, ke parasysh të jesh 18 vjeç kampion bote, normalisht është pak delikate situata, sepse je me medalje, je me këto gjëra që më kanë qenë të vëmendje, se kështu dhe u kujdeset te kjo pjesë që mos të rritet mendja të tjerë. Pra babi të mbante me kohë. Po, normal, edhe ka qenë, domethënë pjesë e gjitha sukseseve dhe mendoj që ka përjetuar shumë momente të bukura. Dhe unë kam marrë shumë mësime dhe gjithë familja kam marrë shumë mësime që jam krenar që për ka kam pas babë dhe për mësime që kanë dhe unë mundon t'ja jap po atë vit dhe me thënë që unë kam hu babim ka ardhe djali disa muaj përpar, disa muaj përpar ka ardhe një jetë dhe nga qenë që edhe djali ka qenë kjo dhurata më bukur e jetës pasi fillon pastaj është të përkushtohesh ndaj fëmijës, është sakrificë, është mundë dhe gjitha, por ka edhe bukurinë e vetë dhe unë mendoj që kjo është kuptimi i jetës. Për hir të vërtetë se jemi drejt minutave të fundit, po e di që the porosi që të ka lënë babai gjatë karrierës, ti jesh me këmbë në tokë, ti jesh modest, të mos jesh as pak mendje madhe. Po se ne sport, unë pak të nisë jemi sportistë. Po cilat porosi jep ti djalit tënd? Se tani u rrit ai, sa u bë? Po djali është 9 vjeç. Merret me sport, merret me sport tash. Si do ndotë? I thash se më tha një ditë, për sa kohë tha do vazhdosh ta do për sa kohë do. Ka filluar kërkon llogari. Po, sa kohë do vazhdosh sportin? I thashëm po mirë, thashën unë çfarë mendon ti thashën ta vazhdojmë sportin apo ta lej sportin? Si logjikën tim? A ke qejf ti thashën që të marr medalje prap? Po tha, unë kam qefa që ti me marrë medalje pra. Po mirë, thash, me që i pas ke qefa me marrë medalje. Do vjoj basi. Pyetje më vështira vjen nga veç. Me çfarë disiplinë praktikon? Djali merret dhe shkon edhe në futboll, në atletik, frekuenton të dy. Një porosi që ja thua tërkohës? Ka shumë, është shumë i levizshëm, unë ja porosi, është shumë i levizshëm dhe e rëndësishme është të sportit, dhe më thënë, sepse fëmijët tash kanë problem sepse e kanë kohën e ngarkuar me telefona, me këto, dhe më thënë, është shumë problem kjo pjesa dhe mundon që t'ia nxej kohën me sporte, me kur kam kohë të lihesh me të lozin sa më shumë dhe e rëndësishme është që ta marrin formën e lojës dhe të shkarkojnë energjitë negative dhe të kënaqen sa më shumë. Kjo është. Porositë e mia janë që normal që të ketë kujdes të sillet mirë dhe çdo gjë, pasi ai është i vogël, po kontrollin e ka çdo ditë, domethënë. Edhe kjo është e domosdoshme në tek pjesa e ushqimit është porosia jeme, mos me hangër amelcina, dhe mos me hangër patatina, e mos me pi Coca-Cola. Nuk ka. Sa babai si ka bërë. Për pjesë të tjera. Erkand, ne urojmë me shpirt që të kesh sa më shumë fitore në sport, por edhe në jetë, edhe ti je gjithmonë i lumtur. Faleminderit edhe për ju, është kënaqësi që ndava disa nga fragmentet pasi është një karrierë shumë e gjatë. Bëj një libër them. Unë kam dalë kampion e Europë, medalist botëror, kam titullin Gjesh Krashterioti Skënderbeu dhe ti nëmërsh gjitha, jam me gradën koloneli dhe gjitha ato po, momentet shumë bukura. Po veç ta kishe parë vetën sa të qeshën syt kur fole për djalin.
Një tjetër sferë ku çmime më madh që mund të fitosh në jetë. Familja nuk konsiderohet me çmime, është diçka më me vlerë dhe më e rëndësishme se sa gjitha çmimet dhe gjitha karriera, çdo gjë, domethënë që njeriu arrin në jetë. Mendoj që familja është gjëja më e rëndësishme që njerëzit dhe ne duhet të punojmë si shoqëri që të vazhdojmë traditat që kemi pas, sepse kjo koha moderne sikur ka ndryshu disa... Ka prishur, e kanë faleminderit shumë, më të mira të uroj. Ju falenderoj Ellun shumë dhe ishte shumë kënaqësi për mua. Gjithmonë i mirëpritur. Publikut i themi... Ne shihemi nesër në 5 dritë. Në 15? Ju duam shumë. Ju duam, ciao.